Dhimbje dhe forcë. Nëna e Beatrix dhe Alban Ramosaj rrëfen betejën e saj me kancerin. Një lajm prekës ka tronditur ndjekësit dhe dashamirët e familjes Ramosaj. Antigona Ramosaj, nëna e këngëtarëve të njohur Beatrix dhe Alban Ramosaj, ka ndarë publikisht një nga betejat më të vështira të jetës së saj, përballje me kancerin. Me një mesazh të ndjerë dhe plot emocion, ajo ka treguar se ka nisur trajtimin dhe ka përfunduar seancën e parë të kimioterapisë. Këto ditë po kaloj një nga betejat më të vështira të jetës sime. Sot sapo kam mbaruar kimioterapinë e parë dhe ndihem shumë e lodhur. Por zemra ime është plot, shkruan ajo, duke prekur thellë mira ndjekës. Në fjalët e saj ndihet jo vetëm dhimbja fizike, por edhe forca e një nëne që nuk dorëzohet. Ajo falenderon nga zemra çdo person që i ka qëndruar pranë në këtë periudhë të vështirë. Çdo mesazh, lutje dhe shenjë dashurie që e ka mbajtur të fortë në ditët më të errëta. Jam pafundësisht mirënjohëse për çdo fjalë të bukur dhe çdo mendim të mirë që më keni dhuruar, shprehet ajo, duke treguar se dashuria e njerëzve i ka dhënë forcë për të vazhduar luftën. Antigona Ramosaj thekson se vendimi për ta ndarë këtë histori publikisht nuk erdhi lehtë, por e bëri për një arsye të madhe. Për të ndërgjegjësuar çdo grua dhe vajzë që të mos neglizhojë asnjë shenjë dhe të kryej kontrollet e rregullta mjekësore. Kujdesuni për veten, mos i lini pas dore sinjalet e trupit. Është mesazhi i saj i fortë dhe prekës. Një rrëfim i dhimbshëm, por plot shpresë, që tregon forcën e një gruaje dhe fuqinë e dashurisë për të luftuar edhe betejat më të vështira të jetës. Nëse kjo histori ju preku, mos harroni të na mbështesni. Abonohuni në faqen tonë për të mos humbur asnjë lajm. Lini një pëlqim nëse ju pëlqeu dhe shpërndajeni që ky mesazh të arrijë tek sa më shumë njerëz. Mbështetja juaj na jep forcë të vazhdojmë të sjellim për ju lajmet më të sakta dhe më të ndjera.